Atë e kemi parë shumë rrallë në për intervista. E ftesës së Miraç, ajo i është përgjigjur pozitivisht. Bëhet fjalë për Liberta Spahijun, e cila në intervistën e radhës u jep përgjigje shumë pikë pyetjeve rreth karrierës si prezantuese dhe lajmeve të shumta rreth jetës së saj private në këto kohët e fundit. Para se të vazhdojmë me këtë intervistë ekskluzive, ju kujtoj që për gjitha lajmet e fundit të vizitoni portalin lajmi.net. Showbizi në Kosovë mori një kthes tjetër 8 vite më parë, kur Liberta Spahiju me stafin e saj sollën një freski që do të ndryshonte edhe qasjen e personazheve publike në raport me mediat. Ky ndryshim radikal padyshim që ka qenë shumë i vështirë në fillim, pasi mentaliteti i estradës shqiptare ishte shumë larg hyjeve botërore, edhe pse vazhdon akoma të ketë individ që nuk ndryshojnë. Po më shtet më kthy në fakt në kohën 8 vjet më herët, edhe pse unë veç kam fillu me harru fillimet e prives, jo kushtimisht me harru, po qatë shumë punë që po kemi momentalisht. Arsyeja e emisionit prive qysh në start ka qenë që përveç pjesës të bukur, ose asaj që doket në ekran, mi prek edhe ato temat jetës personale, e cila është diçka që i intereson çdo kujt, edhe atyne që thonë jo smerna unë me këto sene, këtu e në Australi. Pikrisht kjo ka qenë edhe fillimi i emisionit edhe momenti kur Priveja ka arrit për një kohë shumë të shkurt, mos thëmë me edicionin e parë, me të rejtë shumë njerëz, që vazhdojnë me qenë edhe sot e kësaj dite shikues besnik të emisionit prive, por të vetëm në arsye se kemi qenë, mos thëmë 100% shumicën e rasteve korrekt, edhe konkret në ato që kemi dashur me transmetu në televizion për shikuesit tonë. Kjo risi në tregun medial për këngëtarët shqiptar ka shkaktuar goxha pakënaqësi, ku automatikisht lindin edhe përplasjet dhe problemet mes dy palëve. Normal probleme ki edhe për sene që janë shumë më të thjeshta, ka njerë probleme ki edhe kur e lavdon dikon jashtë mase. E lemo për këtë pjesën kur dikuj që ki zbulu një lidhje apo një flirt ose një dalje me pi kafe ose ka pas me qindra mira story mrenda 8 vjete, që nashta kemi pas raste kur kemi shpalosë dhe diçka që i ka bo, mos tom keq, po i ka pengu ose i ka kriju ndoj problem me familjen ose me shoqnin ose me kuta dione. Po me kalimin e kohës, po ma mërmenja edhe po besoj që edhe vetë këngëtar tash e kam pak ma qelë këtë pjesë, do me thonë e presim pak ma mirë, se në fund ditës i lavdove i kritikove se cila për të në është marketing, nuk ka marketing të keq. Në rastit kur atyre ju është zbuluar një lidhje e fshet apo diçka tjetër nga jeta private, kërcënimet kanë qenë mjeti i parë mbrojtës. Ka pas kërcënime për ma të lloj-llojshmeve, po fatmirësisht ka përfundu me 2-3 fjali ose të shame në telefon, normalisht jo direkt mu. Personalisht unë shumë pak kam kontakt me artista vetë, janë pjesa e gazetarëve cilët merren me realizimin e storieve në teren, kanë qenë ata që kanë qenë të kërcënu. Gjithmonë unë jo kam qenë ajo që i kom mbrojt. Ka pas momente kur kemi marrë telefonata prej numrave të panjohur, se me thonë po nala me një kabinë këto në rrugë që janë, me numër fikse dhe ka thirrë që kome ta bo kështu, pse e ke qitë. Këto është të vërtet, sene tilla cilat kanë qenë momentale, nuk kanë zgjatë ma shumë se një gjysmë dite. Po prej këtëne storeve cilat na shumë shpesh i kemi transmetu në atë kohë pa hezitim që s'ka pas kur që na nalë për diçka që e kemi zbulu, ka ndodhur artistat, disa prej tyne mu i dhnu për disa muj, po prapë fund ditës janë rikthy. Arkiva e prives, sipas Libertës, është e mbushur me përplot fakte si fotografi e video, gjëra të cilat mund t'i prishin punë shumë personazheve të njohura, e nuk përjashtohet mundësia që një ditë ato të bëhen publike. Ka edhe me qindra sene, cilat unë personalisht edhe stafi i prives i din sakt 100% që kanë ndodhur apo që vazhdojnë me ndodhur, të përfshi këto që kemi edhe faktet, gjalla, fotografi, video. Për fjallë nuk për folje, edhe për ato që ka unë e shumë nuk për folje se ka për një me shumë, po që për shkak të vendit ku na jetojmë edhe për shkak të mentalitetit cilin e kemi momentalisht, në disa pjesë duhet me qenë ma i rezervum. Të paktën për momentin, se mas një vjetit, 2-3 vjetit, nashta bohëm komplet krejt kullëve, dalin edhe ato pse jo.
Promovimi i Kallashit për herë të parë u bë nga Priveja, duke bërë kështu të famshme, e që u kritikua shumë në atë kohë, e për këtë fenomen, Liberta ka për të ndiqka. Unë nuk e di që ka dalim Kallashi prej mos tom krejtëve, gjysës të këngëtarëve tjera, që na i shohim për çdo ditë në ekran edhe në intervista edhe në storje, si të ju, si të na. Nuk besoj që ka ndonjë dallim. Kallashi o valltare, është një realitet që ndodh në Kosovë, ka edhe një 200 kallasha tjerë që nashta na as nuk i njohim, as nuk i kemi pa. Nuk e paragjykoj edhe nuk mendoj që ka qenë gabim që na e kemi promovu në të mashto në televizion, se ajo është diçka që ndodhë, me thonë, as nuk e kom shpikone, as nuk e kom shti une me këcy, as nuk e kom shti une me valzu ose me bo skena provokative që i bën ajo, në fakt ka për çka mi bo, që fund ditës çka ka dallim Kim Kardashian e cila u bë e famshme jo në Kosovë, po në këtë rruzën toksor me një video pornografike. Në anën tjetër, këngëtarja Dafina Zeqiri në fillimet e karrierës së saj ka pasur shumë mbështetje nga Priveja, deri në një moment kur i preshën raportet, për shkak të një materiali ku tregoi evoluimi artistik i këngëtarës dhe jeta e saj private. Që nga transmetimi i asaj historie, Dafina nuk u pa më në asnjë intervistë për këtë emision, e hatërmbetja vazhdon edhe sot. Ka pas raste kur ju ka met hatri, dikujt i ka met ma gjatë, dikujt ma shkurt i ka kalu dhe është rikthy. Për Dafinën më thonë të njëjtën sen, Dafina është një këngëtare kogja e talentume edhe kogja e pëlqyeshme për shumicës njerëzve shqiptar, tash ndoshta edhe ata ndërkombëtar. Ka qenë një moment kur emisioni prive ka realizuar një historie për ta prej fillimeve saj, siç u realizojnë për pothuajse çdo dytin këngëtar, normalisht i duhesh me tregu paraprakisht kush ka qenë dhe kush o bo, se s'mundet me bi ajo çashtu, ajo se kush do qoftë. Asaj i ka met hatri për shkak që na kemi tregu pak a shumë një historiat që ka nisë dhe ku ka arrit, është i dhnu, i ka met hatri ma shumë se këngëtarëve tjera edhe ka shku një kohë gjatë që ajo nuk ka qenë mon prive, deri sot nuk kemi pas në bashkëpunim, po kjo nuk do me thonë që nuk mundem me pas mujtë e ardhshëm apo sezonat e ardhshme të emisionit. Vitet e fundit është bërë trend që moderatorët të provojnë veten edhe si këngëtare. Disa e provuan një herë dhe e lanë me aq, e disa e kanë marrë shumë seriozisht. Konkretisht, çfarë mendon Liberta për kolegen e saj në moderim, Luana Vjollcën, e cila tashmë numëron disa këngë? Me muzikën si kam punë kur qysh, nuk di me kënu, nuk më pëlqen me kënu, më pëlqen me ndigju muzikë. Për Luanën nuk e di që më thonë, ajo i ka qip disa projekte, base aso i pëlqen mu qenë këngëtare, po për mendimin tem, unë e kisha propozu ma mirë me nejtë në prezentim, se si prezentuse është shumë ma e mirë. Emri i saj nëpër portale kohën e fundit ka qenë shumë prezent. Një ndër lajmet para pak javësh ishte se ajo ka takuar aktorin e njohur turk, që shqiptarët e njohin me emrin Kemal, në aeroport dhe ai e ka refuzuar të bëjnë fotografi, por një lajm i tillë po del të jetë i pavërtet. Me të vërtet është një, përveç që është aktor shumë i mirë, është edhe kogja i mirë mu pa, e di se shmenën këtë femnat për ta. Mu më pëlqen po shmenën, që nuk ka bashkë të pijemi. Kom të regu që nuk jam venin një njetë, po kom taku në aeroport, ka qenë bashkë me bashkëshortën e ti. Po asë një moment nuk kom pasu në të në tip për me shku me bo një fotografi, se po besoj që nëse kisha shku me bo, dyshoj që se kish bo, ose dyshoj që i kishton në i sen bashkëshortja vetë, po thjesht asë kom tentu, e kom pa dhe that's it. Vetë kuptimi i emrit të emisionit të saj prive, do të thot personale, pjesë të cilën ajo ka pasur gjithmonë në plan të parë për ta zbuluar tek personat publik. E me jetën e saj private pak kush është marrë, madje ajo nuk ka treguar asnjëherë se është e përmbushur në dashuri. Unë jam shumë e përmbushur me veten, sepse çdo ditë ma shumë dashuri prej kretëve. E kjo intervistë e radhe Libertës për Mirazh nuk mund të përfundoj pa e pyetur edhe për lajmet e fundit që po qarkullojnë në portalet gjithandej për jetën e saj private. Askush deri sot nuk mori një përgjigje, por ajo ka diçka për të thënë. Lajme ka gjithandej, portali mashallah ka me qindra. Unë veç muj me thonë një sen që lajmet edhe portalet që shkrujnë vinë e shkojnë e njerëz të mbesin.